Me ligjin e ri për lojrat e fate, qytetet tona nuk do të duken më si qendra të mëdha kazinosh. Ky është zotimi i kryeministrit Hristian Mickovski pas kalimit të propozim ligjit në seancën e fundit qeveritare. Sipas kreut të ekzekutivit, ky ligj godet jo vetëm industrinë e Bixhosit, por edhe bizneset e kredive të shpejta që lullzuan pranë tyre. Vetuame toj zakon i rabote për novë zakon nuk u vdimatelno. Ne premtuam këtë ligj dhe kemi punuar me shumë kujdes, duke i parë të gjitha parametrat që lidhen me këtë industri. Kjo qeveri ka standarde dhe politika dhe nga tani që nuk do të duken më ato reklama dhe ato billboarde sikur me qenë në qytetet e kazinove. Kjo nuk i ngjan një qyteti dhe me këtë ligj do i vendoset fundi perceptimit të tillë të qytetarët. Në afërsi të këtyre kazinove hapen dhe biznese që japin kredi të shpejta dhe puna e ardhshme që do të bëjmë do të jetë rregullimi edhe i kësaj problematike. Por nga lëvizja anti-Bixhos janë pesimist se ky ligj do të kalojë, duke thënë se shumë herë është premtuar dhe asnjëherë nuk ka kaluar. Sipas tyre çdo ligj është i mirë edhe pse nuk është ai ligj që ata kërkuan që kazinot të jenë 3 kilometra jashtë çdo vendbanimi. Ne çdo ligj pozitiv që është ne ta përshëndesim, po kemi një rezervë se do të shohim çfarë ky ligj do të ofrojë. Edhe pse është tek ajo 500 metra vija aerore që ka qenë, tash ka ngel vetë 500 metra, nga shkollat përmenden veç shkollat, nuk përmenden edhe objektet fetare. Jemi skeptik për atë, edhe pse është përfol shumë, por nuk jemi të sigurt se ky ligj do të kalon. Pasi nga përvoja 10 vjeçare që lëvizjen e shumë herë është ofruar, por asnjëherë nuk është realizuar që kanë thënë. Në Maqedoni disa herë është hapur tema për ligjin për lojrat e fatit, por i njëjti nuk ka kaluar, ndërsa një ligj që do të largojë kazinot dhe bastorët nga shkollat e mesme dhe fillore, dje kaloi në seancë qeveritare, por akoma nuk është futur në kuvend.